e martë, dashi, sot do të ndjesh më shumë qetësi se zakonisht. Energjia e ditës të ndihmon të ulësh tensionet dhe të gjesh gjuhën e përbashkët me të tjerët. Demi, harmonia fillon nga brenda. Një ditë ideale për të shjuar momente të vogla dhe për t'u afruar me më shumë njerëz që do. Binjakët, komunikimi rrjedh natyrshëm sot. Bisedat, marrëveshjet dhe sqarimet do të sjellin ekuilibër në marrëdhënie. Kaforja, atmosfera emocionale është e ngrohtë. Familja, partneri ose miqtë afër do të të japin ndjesinë e sigurt që kërkon. Luani, sot shkëlqen pa pasur nevojë të impostohesh. Harmonia vjen kur lëmjan, krenarin dhe dëgjon më shumë. Ygjëresha, qetësia mendore është arma jote më e fortë. Një situatë që duket ndërlikuar mund të zgjidhet me shumë lehtësi. Peshorja, ti je shenja e harmonisë sot. Balanca, eleganca dhe energjia pozitive të bëjnë mik referencë për të tjerët. Akrepi, edhe emocionet më të forta sot zbuten. Një bisedë e sinqertë mund të shërojë një distancë ose keqkuptim. Shigjetari, energjia pozitive të shtyn drejt eksperiencave të bukura. Sot gjen harmoninë duke qenë vetvetja pa filtra. Piciapi, një ditë e mirë për stabilitet dhe qartësi. Puna dhe jeta personale mund të jenë ekuilibrin e munguar. Ujori, sot harmonia vjen nga pranimi i ndryshimeve. Sa më i hapur të jesh, aq më shumë qetësi do të ndjesh. Peshi, intuita dhe ndjeshmëria jote të çojnë drejt njerëzve të dashur. Sot je burim paqe dhe ngrohtësie.